bordi caktohet politik. Pastaj bordi zgjedh kryeshefin politik dhe pastaj kryeshefi politik për shkak se e ka shpinën shumë të fortë, e kjo skema tjetër, kjo është halema skandalozës. E ndigjuam qysh po përdoret kontrata një burimore. A është kjo që o të ndodh vetëm me këtë rast? Edhe qysh mujmë na me ditë që është të ndodh me krejt kontrata tjera një burimore? Me folë njerë për këtë rast, nëse mundëm. E para, kryeshefi i një ndërmarrje nuk ka të drejtë me shku në zyrën e prokurimit, edhe nuk ka të drejtë, në kërku në ligjin e prokurimit, nuk i takon atij kompetenca që ai me zgjedh operatorin, që ai me nënshkru kontratën, pa i njekit procedurat. Pra, në njërën anë, në këtë inqizim, thëtë që unë po du me zgjedh. Unë po du me jadon filon fistekut. Edhe nëse kejtë tojnë që është familjari jam e unë, dëmonë, kë nuk friksohet për kurqot, kë nuk friksohet për ligjit. Dëmonë, kë është për mi ligjin, mënyrën që shflet. Dhe në anën tjetër, kë tutje neve në intervistë na thëtë që janë 6 persona, 9 persona në ndërmarrje që kanë miratu që mi u dhonë tenderit kompanisë në fjalë, për shkak që ato për servisim të vetura. Thëtë, 3 që e kanë ato vlerësu ofertën, 3 që e kanë pranu mallin, do unë i përmend krejt. Tash pyetja është, nëse kryeshefi ka qësi kompetence që njëherë tregon që vetë po i kryen këtë punë, pra vetë po e gjen kompaninë, vetë po nënshkruan kontratën, vetë po i bën dillat që njënës kompani mi a marrë letra, tjetra kompani me bu servisin, dhe pastaj kemi 6 persona që shkojnë në nëshkrujnë. Mirë, kundër gjithë e fakteve që jënë inqizu prej nesh, që kanë dalë me dëshmi në televizor para 2 javë, edhe hulumtimi tjetër për Barka që është dëshmu, çka po i thu narrativës që ka nis avokati i vetë me shpërnda që persekutim politik, se ky pas ka dasht mu kandidu për kryetar komune që tash mi aprish fund. Qëre, kjo tregon edhe një shkelje tjetër, një shkelje të një ligji tjetër. Na këto, në këtë studio, edhe me vitet e tona, kemi tregu qysh kryeshefi një ndërmarrje publike nuk do të me qenë politik. Pra, ky kur o zgjedh është zgjedh në mënyrë të kundërligjshme. Sepse ligji i ndërmarrjeve publike, zyra e kryeministit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik në atë kohë e ka lëshuar një interpretim që ja ka ndalu me konkuru në atë kohë Savilecit për kryeshef të Kekut. Dhe i ka thonë që pse edhe kryeshefi duhet me qenë i pavarur. Pra fakti që ky është zgjedh, për menimin tim është një shkelje e ligjit për ndërmarrje publike. Fakti që ai prap tenton mu zgjedh dhe vazhdon me qenë, prap është e ekspozon një çështje, një shkelje politike. Pra, duke e marrë pozitën si kryeshef, si njeri politik, kjo po na tregon neve se qysh është tu qeverisë me ndërmarrje publike. Bordi caktohet politik. Pastaj bordi zgjedh kryeshefin politik dhe pastaj kryeshefi politik për shkak se e ka shpinën shumë të fortë, sepse e ka qeverinë mbrapa, e ka partinë më të fortë mbrapa, shkon edhe bën çisi tendera. Dilla për shembull. Çështja e Barkës për çfarë është arrestu. Na kemi raportu nëse s'gaboj në vitin e kaluar, në tetor diku ka qenë. Në atë kohë kemi raportu që çysh është ble Barka në një mënyrë, domethënë në tender të hapur, por që paraprakisht është kurdis tenderi. Qysh është kurdis tenderi? Për shembull, pronari i kompanisë neve na ka tregu që kryeshefit i ka pëlqyer Barka shumë. Edhe ka dashur me ble. Thu që tu e ble për shtëpinë e vet. Veç pak Bark kështu private? Po, Bark. Domethënë ai ka pasur Bark, edhe atij i ka pëlqyer Barka, dhe ka thonë okay, çit Bark po duhet ta blej. Edhe çka ka ndodhur, ky personi këtu shkon e hap një kompani, në mënyrë që me aplikun në tenderin e fjalë. Një muaj më herët e hap kompaninë, aplikon në tender dhe e fiton. Mirë pa diçka çështja kryesore. Në atë kohë na kemi raportu që ky është shok me to dhe që Barka është bler domethënë me disa shkelje tenderi ka qenë. Mirë po kur e lexova sot kërkesën për caktimin e paraburgimit policisë, policia mas hetimeve që i ka bëu kishte gjetur disa çështje tjera që në atë kohë nuk i kemi ditë. Për shembull, tu po tregon që pronari i kompanisë që ja ka shit Barkën dhe kryeshefi ekzekutiv janë familjar. Janë familjar, po. Domethënë, motra e pronarit të kompanisë është e martuar për vllahun e kryeshefit. Qysh s'ken familjar për dasma? Po janë për dasma, po të kanë edhe për tendera, për Barka. Tash, çështja është, këta janë familjar. E dyta, pronari i kompanisë po thotë që unë kum hap kompaninë sepse e kum ditë që e fitoj tenderin, sepse unë ja kum dhënë specifikacione teknike kryeshefit të Barkës që unë e kam, e çato specifikacione kanë dalë në tender. Domthonë kjo është
kurdisje klasike e tenderve që buën. Qysh kronari e ka pranu që i ka dhonë Po ka specifikacione pranu para teknike? policisë. Ka tregu, nuk e dija se ka ditë që ato të tregu, të thonë pasojat, mirë po, i ka tregu policisë, që unë ja kom dhonë specifikacione teknike, kryeshefi, pastaj që ato jem publiku dhe unë e kom fitu tenderin. Pra që kjo është një skem, se qysh është fitu në atë kohë tenderi, e kjo skema tjetër, kjo është halema skandaloze, sepse kemi të bëjmë me një tender ku jenë dalë, kanë lypë kompani vetëm që ja sigurojnë letrat për me nëshu kontratën, ndërsa na i kemi gjetë kompanit, domethënë veturat e automjetet dhe veturat të tjera të kompanisë Kyrru Gjakova të servisu te shoferi i kryeshefit. Domethënë vllai i shoferit të kryeshefit e ka një autoservis, njëjtën kohë kur kemi shku na ka qenë edhe personi në fjalë shoferi i kryeshefit duke i servisu të vetura. Tha di cila më interesante, që personi që kanë duke i servisu veturat është njëri prej menaxherëve të kontratës nga ana e Kyrru Gjakovës. Tash për me shpjegu kështu aspektin kompetencat që i ka, menaxheri i kontratës duhet me kqyr a është servisu vetura mirë, mja pranu faturën, mja nënshkru tani i dalin pare. Do të thonë ai vetë servison, vetë shkon në nështruan ato, paret i merr,